Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezër të shtrenjtë, raporti i njeriu pra i robit me Allahu xhalla fi'ula është diçka shumë e çuditshme. Se si Allahu xhalla fi'ula e dhuron mirësinë, mëshirën në zemrën e robit të tij. Varësisht dihet se njeriu si njeri e ka në dëshmërinë e tij të gabueshme. Mirë po Zoti ja ka bërë të mundshme që ai të pendohet dhe nëpërmjet pendimit t'i falet gabimi varësisht në cilën ai e ka bërë atë. Tregohet një rast Musa a.s. ka thënë Zotit të tij: Ja Rabbi, o Allahu im, në qoftë se thot ty një person duke qenë në ruku të thot ja Allah, si i përgjigjesh ti atij? I thot Zoti: O Musa, unë ti i them lebejke ja Abd, si urdhëron o robi im. Por në qoftë se thot dikush një person tjetër të thot ja Allah duke qenë në sejdë, si i përgjigjesh ti këtij? Këtij thot o Musa i them lebejke ja Abd, si urdhëron o robi im. Por në qoftë se ty të thërret një herë në jetën e tij një gjunahçar shumë i madh, dhe një herë në jetën e tij thot ja Allah, si i përgjigjesh këtij? Këtij thot o Musa i them lebejke, lebejke, lebejke ja. Si urdhëron o robi im, kërko prej meje që unë të t'jap. Pra, njeriu i gabueshëm, Zoti i përgjigjet këtij personi 3 herë. Pse? Sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si ka thënë një hadith, kullu ibni Adam khata wa khairul khata'in tawwabun. Thot çdo biri i Ademit është gabimtar, por më i miri prej tyre është ai i cili pendohet. Prandaj pendohu sinqerisht nga Allahu xhalla fi'ula dhe kërkoj falje atij për çdo gabim të bërë. Sepse njerëz jemi, gabojmë. Ai që na fal neve është vetëm Allahu xhalla fi'ula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.